Vllaznia U16 dhe golfinuesi më i mirë i kësaj skuadre. Emocione? Normal emocione shumë i gëzuar me ekipin, me tan, me profet, me familjen që më ka mbështet me tan. Daniel ka qenë një sezon i gjatë, por cili ka qenë goli më i bukur që keni realizuar? Goli më i bukur. Tana golat përbes kanë qenë bukur me ndihmu ekipin, me çu këtë kupë e me dal kampion më në fund. Sa i kënaqur ndiheni? Shumë i kënaqur. E keni dominuar Tiranën, 3 fitore, 1 barazim. Kjo tregon që e keni merituar maksimalisht këtë titull. Po, normal, si në Shkodër, si në Tiranë, e kena mujt Tiranën, 2 herë 3-0, edhe të 2-1. Daniel, çfarë synime keni për të ardhmen? Për të ardhmen, normal ëndra madhe, mu bë futbollist, herë me lujt me vllazninë e madhe, edhe me ndihmën e Zotit edhe me lujt në Europë. Sa gola ka shënuar Marku në këtë sezon? Unë me U16 kam shënu 24 gola, edhe me U17 2. Daniel Marku ka spikatur edhe tek radhët e specialistëve të futbollit shkodran, të cilët ju kanë pikasur për të ardhmen tuaj. Sa besoni se do të jeni pjesë të skuadrës parë? Normal me shumë punë dhe disiplinë, gjithkush mund me bë, pa u dorëzu kurrë. Besoj që mund të arris atë. Ku i dëshon të ngjasoni tek vllaznia sotme? Murataj dhe Kallaku më pëlqejnë shumë. Dedikimi për këtë sukses për Daniel Markun? Fillim ja dedikoj Zotit këtë, pastaj familjes dhe shokëve për rreth. Sukses. Bravo. Faleminderit.